konsumatorët e tu kanë shkuar në gjithë të dyqane ku është përndarë dhe s'kanë gjetur gjë. Jo, nuk është e vërtet sepse ka patur edhe kthime. Atëherë, të bëjmë kronologji. Kronologjia është ditën e parë të trupës inspektimit nuk janë paraqititur asnjë dokumentacion nga ana e subjektit. Atëherë, nga ana e drejtorisë përgjithshme është ngritur një grup pune i përbashkët me hetimin tatimor, duke ditur që tatimet kanë akses në kontrollin dhe verifikimin e faturave. Nga ana e subjektit është paraqitur një listë gjurmëshmërie me 154 operator biznesi ku subjekti deklaron që është përndar ky produkt. Me marrjen e këtij informacioni nga ana e drejtorisë përgjithshme janë ngritur dy grupe pune. Grupi i parë i punës është bërë për identifikimin e këtyre operator biznesi ku janë në të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Është bërë identifikimi dhe kanë dalë trupat inspektuese në çdo subjekt. Ndërkohë, trupa e dytë e grupit punës ka bërë njoftimin e gjithë këtyre subjekteve për të fituar në kohë, që njoftojnë subjektet të vënë në afishimin e njoftimit për kthim të konsumatorit dhe heqen nga rafti të këtij produkti. Duke parë gjurmëshmërinë e paraqitur nga subjekti ditën e dytë kur kemi qenë me organet tatimore, kemi parë që kjo gjurmëshmëri ka qenë e mangut edhe e çal dhe jo e rregullt. Atëherë, që nga ky moment ne kemi referuar në prokurori dhe ky rast është në hetim